falënderimet I takojnë Allahut Azza wa Jall. Atë falenderojmë, I kërkojmë ndihmë Allahut të na ruajë nga keqja e vetvetes sonë dhe punëve tona. Atë që Allahu e udhëzon në rrugën e drejtë, nuk ka kush e humb, e atë që Allahu e lën në humbje, nuk ka kush ta udhëzojë tjetër përveç Tij. Dëshmojmë se s'ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut, I cili është I vetëm dhe I pashak, dhe dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe I dërguari I Tij. Falënderimi I takon Allahut Azza wa Jall, I cili është ndihmëtari I atyre që ju është bërë pa drejtësi, zullum. Ai është përkrahasi I të dobtëve. Atij I takon falënderimi se ai është mposhtësi I tiranëve, ai është mposhtësi I zullumqarëve dhe I të padrejtëve. Thot Allahu Azza wa Jall në librin e Tij: "Wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun, innama yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar, muhti'ina muqni'i ru'usihim, la yartaddu ilayhim tarfuhum wa af'idatuhum hawa, wa anzir an-nasa yawma ya'tihim al-'adhab, fayaqulu alladhina zalamu ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل." Mos e mendo Allahun se ai është I pavëmendshëm ndaj asaj që punojnë zullumqarët, por ai I vonon ata në një ditë kur do t'u shtangen shikimet, kokat e tyre janë të ulura dhe shikimet e tyre as guxojnë të ngrihen dhe zemrat e tyre janë në ajër. Ti tërhiqu vërejtjen njerëzve në një ditë kur t'u vi dënimi, e të thonë ata që bën zullum: Zoti ynë, na kthe ne edhe një herë pas, pra në këtë dynja, që t'u përgjigjemi thirrjes tënde e t'i ndjekim të dërguarit e tu. Musliman s'ka dyshim se zullumi është një prej sëmundjeve shkatruese, është një prej krimeve të shëmtuara, e cila është e përhapur në mbar shoqëritë njerëzore, dhe për shkak të kësaj sëmundje kaq të tmerrshme, shumë individ, shumë shoqëri dhe shumë kombe e popull janë shkatruar. Për shkak të kësaj sëmundje, shumë mirësi janë larguar, shumë begati janë ngritur. Ne na mjafton që ta dimë rrezikun e kësaj sëmundje, se Allahu Azza wa Jall e ka bërë haram atë, ja ka ndaluar padrejtësinë vetës së Tij dhe e ka bërë atë të ndaluar mes robërve të Tij. Edhe për të përballur me këtë krim, me zullumin, me padrejtësinë, dhe për t'i shëruar të smurët me këtë smundje dhe për ta larguar e për ta zhdukur atë, Allahu Azza wa Jall ka dërguar profetët e Tij, ka zbritur librat e Tij dhe I ka qërësuar rrugët e shpëtimit ndaj kësaj sëmundje. Allahu Azza wa Jall thot: "Wa man yadhlim minkum nudhiqhu adhaban kabira." Ai I cili prej jush bën zullum, bën padrejtësi, ta di se ne do t'i japim atij ndërshkim të madh. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall na ka tërhequr vërejtjen në hadithin kutsi, ku thot: "Ja ibadi inni harramtu adh-dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu." O robrit e mi, unë ja kam ndaluar vetes time padrejtësinë dhe ja kam bërë atë të ndaluar mes jush, prandaj mos I bëni padrejtësi njëri tjetrit. Në dy sahihet, në dy librat e saktë, Imam Buhariu dhe Imam Muslim, transmetohet se profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Inna Allaha la yumli lidh-dhalim
hatta idha akhadhahu lam yuflit. Allahu i jep afat zullumqarit, pra e lejnë një farë kohë, ama nëse rëmben atë, pra nëse i jep dënimin, ai nuk shpëton më. Allahu na rrit. Allahu Azza wa Jall në librin e tij na ka dhënë shembuj të ndryshëm dhe të shumtë në lidhje me zullumqarat, në lidhje me mizorët, me tiranët, me zullumet që kanë bërë, me teprimet që kanë bërë, me shkatrimet që ata kanë bërë në tokën e Allahut Azza wa Jall. Edhe na ka treguar se si ka qenë përfundimi i tyre. Se si janë shkatruar thesarët pasuritë e tyre dhe se si kanë rënë pushtetet dhe frontet e tyre. Thot Allahu Azza wa Jall në librin e tij: Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhati al-'imad allati lam yukhlaq mithluha fi al-bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil-wad wa fir'auna dhil awtad alladhina taghaw fi al-bilad fa aktharu fiha al-fasad فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. A nuk e parë ti se çka bëri Zoti yt me Adin, me popullin e Adit, me popullin e Iremit, ata të cilit kishin bërë ndërtesa të larta, që kur më parë dhe që kur ndonjëherë nuk ka ardhur dhe nuk është krijuar popull pra në tokë si ata. Dhe Themudi, të cilët shponin shkëmbijt. Dhe faraoni, i cili kishte bërë ndërtesa të larta, të cilët e tepruan shumë në për tokë dhe bën shkatrime. Allahu mbi ta nderdhi dhe hodhi ndëshkime të shumta. S'ka dyshim se Zoti yt është në prit. Pra Allahu është në prit të zullumqarit. Mos kujtoj zullumqari se ai po shpëton dhe Allahu Azza wa Jall nuk është i vëmendshëm ndaj tij. Prandaj thot Zoti ynë: wa umli lahum inna kaydi matin. Unë i jap atyre afat, ama posia prita e ime është e fortë. Allahu Azza wa Jall është i plot fuqishëm dhe s'ka kursesi ose asesi të shpëtoj zullumqari, i cili do qoftë ai ndaj dënimit të Allahut. Allahu na ruaj. Thot profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam se do vi personi ditën e gjykimit, edhe do t'i jepet atij libri, regjistri i veprave të tij, dhe do të shohë veten e tij dhe do të mendojë se ai është i shpëtuar, do mendojë që ka bërë diçka nga veprat, pra ka bërë punë të mira. Mirë po, vinë ato zullumet, pa drejtësitë që i ka bërë, njëra pas tjetrës, derisa ati mos t'i mbes asnjë i mirë nga mirësitë që ka bërë në këtë jetë. Madje ai pas si mbarojnë të mirat e tij, do t'i hidhen pra të këqijat e njerëzve që ai u ka bërë zullume. Prandaj thot Zoti ynë: inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwi al-wujuh bi'sa ash-sharabu wa sa'at murtafaqa. Ata të cilët bën zullume, që ishin zullumqar, ne kemi bregatitur zjarrin e xhehenemit, i cili i rrethon ata, i rrethon si mure të larta. Nëse ata kërkojnë ndihmë, pra prej Zotit, atëherë u jepet të pinë ujë i cili është si katran dhe që u apërzit, pra u adjek fytyrat e tyre. Allahu na ruaj. Prandaj thot gjithashtu Zoti ynë: yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi wadh-dhalimina a'adda lahum 'adaban alima. Ai fut në mëshirën e tij këtë doj, ama zullumqarët për ta ka përgatitur dënim të dhëmshëm. Gjithashtu thot Zoti ynë: wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna limahlikihim maw'ida. Këto vendbanime, pra vendbanimet e hershme, popujt e hershëm, që kanë qenë shumë të fuqishëm, thot ne i shkatruam, thot Zoti, kur ata bën zullum, bën padrejtësi, edhe për shkatrimin e tyre dham një afat.
Gjithashtu thot Allahu: "Wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha al-qura wa hiya zalima." E kështu është dënimi i Zotit tënd kur ai e zbret ata, kur ai e zbret atë ndaj vend banimeve zullumqare të padrejta. Gjithashtu thot: "Wa sayalamu alladhina zalamu ayya munqalabin yanqalibun." Dhe kanë për ta ditë ata që ishin zullumqar se çfarë përfundimi do të kenë. Se çfarë përfundimi do të kenë qoftë në këtë botë, po aq më tepër në botën tjetër kur dalin para Allahut Azza wa Jall. Atëherë do ta dinë qartë çdo zullumqar. Mbase këtu i bën qefin vetes së tij që gjoja nuk ka bërë diçka, nuk ka bërë padrejtësi, s'ka bërë asgjë. Siç pretendojnë shumica e njerëzve. Ama Allahu na thot ne gjithëve, ata që bën zullim do ta dinë pra si do të jetë kthimi i tyre, përfundimi i tyre tek Allahu Azza wa Jall. Prandaj shumë prej atyre që janë zullumqtar, mizor, tiran apo bashkëpunëtor të tyre në çdo kohë dhe në çdo vend, ata përpiqen të gjejnë justifikime për vetët e tyre. Edhe kujtojnë që me kaq do shpëtojnë. Prandaj ditën e gjykimit të tillët thonë, siç na tregon Zoti ynë në Kur'an: "Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila." Thon, o Zoti ynë, ne ju bindëm zotrive tanë dhe të mëdhenjve tanë, pra, ata që i kishim si për kokës. Ata na humbën rrugën, pra, ata na çuan në zullum. Po ku i kishin mendjet këta? A nuk i kishin mendjet me vete? A nuk e lexonin to fjalën e Allahut? Ku thot: "Balil insanu ala nafsihi basira, walau alqa ma'adhira." Jo, por njeriu është i qartë në veten e tij, edhe nëse ai përpiqet që të gjejë justifikime. Çdo njeri e din kur po bën zullum, kur nuk po bën. Çdo njeri e din kur po bën padrejtësi edhe kur s'po bën. E din që kur parisë së tij po i shkon nga pas duke qenë ata zullumqar apo jo. Kështu që normal që ditën e gjykimit të tillët nuk do të kenë justifikime, Allahu na rrit. Thot profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam: "Cili do që merr prej një muslimani diçka, pra padrejtësisht, Allahu Azza wa Jall bën detyrë që ai të përfundojë në zjarrin e xhehenemit dhe ja ndalon atij hyrjen në xhennet." Ky hadith, vëllezër, dëgjoni, një hadith shumë i tmerrshëm për secilin prej nesh. Se askush nuk duhet të jetë i sigurt dhe të thotë që unë nuk bëj padrejtësi, se zullum bëjnë vetëm ata të mëdhenj. Vetëm ata zullumqtarët e mëdhenj. Vetëm ata pushtetarët e mëdhenj, vetëm ata të pasurit e mëdhenj. Vetëm ata të fortët, vetëm ata që janë kriminal. Është më e rrezikshme, shumë më e rrezikshme se kaq besimtar. Prandaj thot një person i tha: "O dërguari i Allahut, po edhe kur është diçka e vogël, pra i merr diçka padrejtësisht tjetër, diçka të vogël, thot: "Wa in qatiban min arak." Qoftë ky edhe një shkop prej pemës arak. Qoftë edhe një shkop. Çfarë vlerë ka një shkop, një cop dru? Asgjë, njerëzit thonë kjo s'është asgjë. Po imagjinoni për sa e rrezikshme dhe është problemi i padrejtësisë, i zullumit. Allahu thot: "Thumma yawma al-qiyamati yakfuru ba'duhum bi ba'd wa yan'anu ba'dukum ba'da wa ma'wakum an-nar wa ma lakum min nasirin." Për ata që ishin bashkë në zullum, që ndihmonin njëri tjetrin në zullum, thot Allahu, pastaj ata ditën e kiametit mohojnë njëri tjetrin, mallkojnë njëri tjetrin, por përfundimi i tyre do të jetë zjarri dhe për ta nuk do të ketë ndihmëtar. Taus ibn Kaysan, një nga muslimanët e hershëm nga dietarët e Islamit, hyn tek Hisham ibn Abdul Malik, që ishte udhëheqësi i muslimanëve në atë kohë. Edhe i tha: "Unë të tërheq ty vërejtjen nga dita e ezanit." I tha: "Ç'është dita e ezanit?" Dita e thirrjes. Se në arab ditën e thirrjes, të tërheq vërejtjen, pra të kesh kujdes nga dita e thirrjes. Ai tha: "Çka është dita e thirrjes?" I tha: "Dita e thirrjes është ku thot Allahu: fa adhana muadhdhinun bainahum al-la'natullahi 'ala adh-dhalimin."
dhe mes tyre pra njerëzve, ditën e gjykimit, thërret një thirrës. Mallkimi i Allahut qoftë mbi zullumqtarët. Pra mallkimi i Allahut do të thotë që përjashtim nga mëshira, do të thotë shkatrim, që ai nuk shpëton dhe nuk fiton më kurrë. Allahu na ruaj. Gjithashtu thot profeti Muhammed, ittaqu dhulm fa inna dhulma dhulumatun yawm al-qiyama. Keni kujdes nga zullumi, se padrejësia pra zullumi është errësirë në ditën e kiametit. Edhe ju e dini mirë besimtar atë shembullin që dëgjojmë shpesh, qoftë në përhytbe, qoftë në fjalime, qoftë në uljet me njëri tjetrin, ku profeti jon Muhammed alayhi salatu wasallam ka thënë se një grua hyri në xhehenem vetëm për shkak të një maceje të vogël. E mbajti atë të burgosur, as nuk e ushqeu dhe as nuk e la që ajo ta kërkonte vetë ushqimin pra nëpër tokë. Pra imagjinoni kur dënimi i Allahut vjen për shkak të një maceje, atëherë si mund të jetë dënimi i Allahut azza wa jall për atë që i mohojnë hakun dhe i bën zullum Allahut në të drejtën e tij më të madhe, meritimin e adhurimit. Pra në ndjekjen e fesë Allahut azza wa jall, në ndjekjen e ligjit të Zotit, në respektimin, nderimit dhe pasimin e profetëve të Zotit. Po si është pastaj me ato popull të cilët, me ata njerëz të cilët shkatrojnë popull të tërë, vrasin, masakrojnë popull të tërë? Si do jetë puna me ata njerëz të cilët, domethënë, shkatrojnë ekonominë e popujve dhe njerëzve të tërë, apo që i hynë në hak i bëjnë zullum njerëzve në masë? Pra si mund të shpëtojnë? Allahu na ruaj njerëz të tillë. Allahu Zoti ju thot: "Wa nad'u al-mawazin al-qista li yawm al-qiyamah, fala tudhlamu nafsun shay'a, wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin." Dhe ne vendosim peshoret e sakta në ditën e kiametit, kështu që nuk do t'i bëhet zullum as kujt, as gjë. Edhe nëse është ajo, qoftë edhe një fara me e vogël e melit, pra një farë nga farat më të vogla, kokrizat më të vogla, ne do ta sjellim atë. Edhe mjafton që ne jemi llogari marrës, që Allahu azza wa jall është ai që gjykon dhe të merr në llogari. I kërkojmë falje Allahut azza wa jall dhe pendohemi tek ai, edhe të gjithë duhet pendohemi të kërkojmë falje Allahut azza wa jall, se me të vërtetë ai është falës dhe është mëshirues. Alhamdulillahi rabbil alamin, wala aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala adh-dhalimin, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Falënderimet i takojnë Allahut azza wa jall. Përfundimi i mirë do të jetë për njerëzit e devotshëm. Nuk duhet të ketë armiqësi ose nuk ka armiqësi muslimani vetëm ndaj atyre të cilët janë zullumqtar. Dëshmojmë se s'ka të adhuruar tjetër me të drejtë dhe merit veç Allahut, dhe dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. Allahu azza wa jall zullumin o besimtar e ka përmendur në shumë ajete në librin e tij, në gati më shumë se 200 ajete. Ku Allahu azza wa jall tregon se Allahu nuk i don zullumqtarët, që Allahu do t'i shkatrojë zullumqtarët e të tjera, pra në këtë lloj tematike që është padyshim tregon peshën e madhe që ka ky krim, pra zullumi. Edhe ditën e gjykimit zullumet mund të ose ndahen në 3 dhe regjistrohen në 3 regjistra. Sikur se transmetohet nga Aisha radhiyallahu anha se ditën e gjykimit Allahu azza wa jall do vendos 3 regjistra të zullumit. Një regjistër ku njeriu ka bërë zullume ndaj Allahut azza wa jall, padrejësia ndaj Allahut, që është idhujtaria. Pra ka lënë adhurimin e Allahut azza wa jall, nuk ja ka dhënë Zotit atë që meriton, adhurimin e një të vetëm. Pastaj padrejtësitë, zullumet që ai bën ndaj vetes së tij dhe padrejtësitë që ai bën ndaj krijesave të Zotit, ndaj njerëzve. Të parin Allahu azza wa jall nuk e fal kurse si.
Se Allahu thot: Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allahu nuk fal ti bëhet atij ortak, shok, rival të njëjtë, shirk pra në adhurim, e pas ti gjunahu, pas ti zullumi ka të madh, fal kujt të doj. Pastaj gjërat që ka bërë njeriu ndaj vetes së tij, zullumet që ka bërë ndaj vetes së tij, kjo është pjesa më e lartë e regjistrave të veprave. Pra kjo është zullumi më i lehtë. Kjo është zullumi më i lehtë që bën njeriu dhe mund t'ia kalojë më lehtë me këtë, sepse Allahu mund ta fal, qoftë me mëshirën e tij, qoftë me punët e mira që ka bërë, qoftë edhe me fatkeqësitë, provat që i kanë ardhur, të cilat shërbejnë si shlyese të këtij lloji të zullumit. Pastaj zullumi i tretë, zullumi mes njerëzve. Dhe zullumi mes njerëzve nuk kalon lehtë, duhet shpaguaj njeriu një për një, pra duhet që atij që është bërë zullum, duhet i jepet haku dhe kështu do të ndodhë. Kur u kthyen muhaxhirët e Etiopisë tek profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ai pyeti dhe i tha: "Me tregoni se cila ishte gjëra më e habitshme që keni parë në atë vend." Edhe një nga sahabët tregon se thot: "Aty ishin disa djemë të ri të vegjël, dhe ata thanë: O i dërguari i Allahut, ndërkohë që ne një ditë ishim ulur, para ne shkaloi një plak prej plakave të tyre, pra të Etiopisë, e cila mbante në kokën e saj një shtam të madh ujë. Edhe kaloi para disa djemve, pra të rritur, mund të themi, fëmijëve të rritur, djem prej tyre. Edhe një prej këtyre djemve i vendosi duart pas shpine dhe rrëzoi. Dhe ajo rrëzua për dhe në gjunjë i ra shtama dhe u thye, pra shtama e ujit. Imagjinon pra një plak e lodhur, e raskapitur me ujin, mbase e ka mush edhe shumë larg këtë ujë, edhe vijnë këta djem të vegjël, domethënë grindaves, që i duket shaka, gjë e vogël, domethënë thjesht e shtyn atë plak të gjorë, domethënë, edhe rrëzon. Dhe i bie për dhe, i thyet dhe shtama e saj. Pastaj kjo kthehet, imagjinoni domethënë me çfarë lloj thyrje në zemër, apo me çfarë lloj poshtërimi, edhe e pafuqishme, se s'mund t'i bën të gjë atyre, dhe i thot: "Ke për ta ditur, o Ghudar, drejtohet ti personit, djali që është ju, kur Allahu Azza wa Jall vendosi kursijin e tij, dhe ti këtu boj njerëzit nga i pari deri tek i fundit, e të flasin duart edhe këmbët për atë se çka vepruan. Atëherë thot, ke për ta ditur mirë ti, thot, se si do të shkoj puna ime me ty." Pra për këtë zullum, për këtë padrejtësi që bëre. I thot profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam: Të vërtetën e ka thënë, si mund të shpëtojë Allahu Azza wa Jall një popull kur nuk i merret drejtësia, pra nuk vendoset drejtësia për të doptin kundrejt atij që është i fuqishëm. Madje thot një nga dietarët që një nga shkaqet më të mëdha që Allahu ja heq, ja rrëmben besimin, imanin, madje nga zemra njerëzve, është padrejtësia që ato bëjnë kundrejt të tjerëve. Sepse vëllezër, vetë padrejtësia në vetvete, në arabisht dhulm, fjala dhulm vjen nga errësira. Dhe s'ka dyshim që ai që bën zullume ka errësirë në zemrën e tij. Nuk ka hyrë drita e imanit, drita e besimit, drita e udhëzimit, drita e drejtësisë dhe e mirësisë, dhe duke qenë i errësuar në zemrën e tij, ai bën padrejtësi dhe zullum të tjerëve. Allahu na ruaj. Gjithashtu është për të përmendur edhe këtu shumë fakti që kurse si jo vetëm që nuk do të bëj besimtari padrejtësi ndaj të tjerëve, por ai nuk duhet ta nojë nga zullumi, nga padrejtësia apo zullumqtarët. Thot Allahu në Kur'an: "Wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar, wama lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsarun." Mos anoni tek ata të cilët bëjnë zullum, se kështu do t'ju kap zjarri i Allahut. Edhe atëherë nuk do të keni përveç Allahut ndihmëtar, edhe nuk do të keni përveç Allahut miq. Thot profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam:
ittaqu da'wat al-madhlum fa innaha laysa bainaha wa bain Allahi hijab. Keni frikë nga lutja, duaja atij që bëhet pa drejtësi, sepse mes saj dhe Allahut nuk ka perde. Pra atij që bëhet pa drejtësi, Allahu i përgjigjet. Mbase robi bën zullum të tjerëve, i bën pa drejtësi të tjerëve, edhe i duket sikur shpëtoi. Shkon edhe vazhdon punën e tij, shkon në shtëpinë e tij, duket të flej i qetë, ama atë të cilën e ke shkel, atë të cilën e ke poshtruar, i ke bërë zullum, i ke marrë pa drejtësi shpronën, apo i ke cënuar derin, apo të tjera prej llojeve të padrejtësisë, ai nuk është i qetë. Ai lutet kundër teje, ai lutet mëngjes, lutet mbrëmje, lutet natën. Edhe kjo lutje vëllezër, siç e thot profeti jon Muhammed, nuk ka perde. Allahu e pranon. Madje në një hadith tjetër thot profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam se lutja e atij që bëhet pa drejtësi ngjitet në qiell si shkëndija, pra, ngjitet shumë shpejt. Gjithashtu thot profeti Muhammed ittaqu da'wat al-madhlum fa innaha tuhmalu 'ala al-ghamam. Yaqulu Allah wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'da hin. Keni frikë lutjen e atyre që i bëhet pa drejtësi, sepse ajo mbartet deri në re, dhe Allahu i thot, dhe Allahu thot, pasha krenarin time, pasha madhështin time, unë do të ndihmoj ty edhe në qoftë se më pas pra do të pranoj ty edhe nëse vonohet, pa tjetër që Allahu do t'i përgjigjet lutjes se aty që bëhet zullum. Elusim Allahun azza wa jall na ruaj nga zullumi, besimtar. Elusim Allahun azza wa jall që dalim nga kjo dynja të pastër, nga të drejtat, nga haqet e të tjerëve. Elusim Allahun azza wa jall që të na ruaj nga zullumtjarët, kushdo qofshin ata. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun.